Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që të takohemi. Lutem Allahun Azza wa Jall që Allahu nga shpërblimet e premtuara për këtë mexhlis, Allahu mos na bën mahrum. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk i falendron njerëzit nuk din ta falendron dhe Allahun Azza wa Jall. Pra ne i falenderojmë organizatorët e shoqatës Sinqeriteti që janë bërë sebeb dhe shkak që të ndëgjohen fjalët e Allahut Azza wa Jall në këtë vend. Gjithashtu dhe ju falenderojmë të gjithëve të pranishëm që na keni nderuar dhe keni ardhur për të ndëgjuar fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, si që dim se Allahu Azza wa Jall në këtë botë rastësisht nuk krijon asgjë. Allahu Azza wa Jall çdo sen krijon me hikmet dhe urtësi. Disa nga urtësitë e Allahut Azza wa Jall ne i dim, e shumica nga ato urtësi ndoshta nuk i dim. Megjithatë, atë që duhet të din besimtari dhe të pranon dhe të beson, se Allahu Azza wa Jall rastësisht nuk krijon asgjë. Pra Allahu Azza wa Jall në këtë botë ka deshtë Allahu në këtë formë ta krijon këtë dunja me stina të ndryshme. Allahu Azza wa Jall motmotet, vitet i ndryshon me stina të ndryshme. Disa ditë ndonjëherë i zgjat, e ndonjëherë netët i zgjat. Pra vëllezër të ndershëm, pasi që jemi ne në stinën e verës, dëshirova që të jetojmë disa çaste me besimtarin dhe gjunaqarin në këtë stinë. Pra vera mes besimtarit dhe gjunaqarit. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën prej atyre besimtar që dim që si ti përjetojmë ditët e Allahut Azza wa Jall dhe netët e tij. Pra vëllezër të ndershëm, si thot Ibn Rajab al-Hanbaliu, Allahu Azza wa Jall nuk ka kriju asnjë send rastësisht. Dhe krijimin e stinave, Allahu Azza wa Jall me ta përcjell disa mesazhe që besimtari përpiqet që nëpërmes këtyre mesazheve të përfiton mësime të dobishme. Nga se siç thot Ibn Qayyim rahimahullah, shenja që Allahu Azza wa Jall e don robin e tij është që të hapë syt e zemrës besimtarit, dy syt e zemrës që me to, me një rinësi shiqon xhennetin e Allahut, e me qetë rinësi e shiqon zjarin e xhenemit. Pra besimtari çdo herë duhet të përfiton nga ajo që Allahu Azza wa Jall e ka kriju pranë atij. Po ashtu thot Ibn Qayyim, ka prej njerëzve të cilët zemrët e atyre notojnë dhe rrotullohen për rreth arshit Allahut, kurse krijesa qera të Allahut Azza wa Jall sillen dhe rrotullohen për rreth mbeturinave. Pra besimtari është që noton. Besimtari është që rrotullohet rreth arshit Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye atë që sini besimtarit të shef, s'ka mundësi që siri mëkatarit të shef. Për ata Ibn Rajab al-Hanbaliu thot, Allahu Azza wa Jall me krijimin e stinave na i përcjell disa mesazhe. Mesazhi i parë, në stinën e verës, Allahu Azza wa Jall e përcjell tek besimtarit dhe ja kujton me nxehtësinë e madhe të ashpër në stinën e verës, ja kujton zjarin e xhenemit
ja kujton zjarin e xhenemit me anë të kësaj stinë, ndërsa me stinën e dimrit, si sot Ibn Rajab el-Hanbeliu, Allahu Azza wa Jall ja kujton gjithashtu besimtarit zjarin e ftoht të quajtur zemharir. Kja fuqi Allahu që i ka bashku dita ashpra. Pra e ka bashku Allahu zemharirin dhe e ka bashku zjarin e ashpër të ngrot të xhenemit, që besimtarin në ver jo kujtohet zjari e Allahu Azza wa Jall i ashpër, ndërsa dimrit i kujtohet ftohtësia e ashpër e zemharir. Ndërsa në vjesht, kur njerëzit fillojnë të korrin mbjelljat dhe kontributin e tyre dhe të deponojnë, tha i kujtohet dita ahiretit. Pra besimtari në vjesht përpiqet që ta kujton ditën kur dalin para Allahut Azza wa Jall, disa korrin e të qertë shkan për të korë. Ata që nuk mjellën, nuk u përpiqen, nuk u lodhen në verë, s'kan që të shka të korrin gjithashtu në vjesht. Për këtë arsye, thaktina e vjeshtës ja kujton njerëzve deponimin dhe korjen, ndërsa pranvera ja kujton besimtarit stinën e mirë që besimtarët jetojnë në xhennetin e Allahut Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, si thash se besimtarët në këtë stinë, kur i përjetojnë disa çaste të vështira, kur të gjersitet besimtari në këtë stinë, me njëherë ati që jeton për Allahun i kujtohet gjersat në ditën e gjykimit. Si transmeton Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit dielli do të zbret mbi kokat e njerëzve 1000. Thot derisa njerëzit zhiten në gjers. Disa nga ato, thot pejgamberi Allahut, gjersat e tyre janë deri te koci i kam, të qertë, i mbulojnë gjersat e tyre deri te gujt e kamës. Disa të qertë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri në shok, e pastaj të qertë, tha pejgamberi Allahut, zhiten në gjersat e tyre, që drojnë pa Allahut 50.000 vite në kam, dhe tha pejgamberi Allahut i mbulon gjersat deri te goja e tyre. Pra besimtari kur gjersitet në këtë dunjë, thot o Zoti i madh, mos na ban prej atinve që gjersitemi në ditën e tmerrit, ditën e kiametit. Pasaj çka ban besimtar? Tha shkon dhe strehohet në një hije dhe nen një lloj freskimi, më njëherë besimtarit i kujtohet freskimi në ditën e gjykimit dhe hija e ditës e gjykimit. Dhe në këtë rast e lexon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Tha 7 lloj njerëz Allahu i strehon në hijen e arshit të tij, s'ka hije tjetër por hija Allahu. Pra besimtari në këtë çast përpiqet që ti numëron këto 7 dhe të din vallë, a jam njëri prej atinve që në ditën e kiametit, në kohën e ndërtësisë dhe vështërsisë, që do të gjej hije. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit njeriu strehohet në hijen e lëmoshës së tij. Me njëherë besimtari përpiqet që të banë në vend strehim, të shpëton nga zjarri i xhenemit, të shpëton nga vapa e madhe të ditës së tmerrit, dhe me njëherë sa të freskon gjoksin e atij me një gotë ujë. Me njëherë besimtari kujtohet në ditën e kiametit kur s'ka pik uji përpos atij që i mundsohet të pinë nga bazenti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe parashron veten e atij dhe thot vallë, a jam unë meritor që në ditën kur njerëz qëndrojnë në kom, në diell, në vap, në zhek, a jam unë meritor të strehohem në hijen e arshit të Allahut. Pasaj gjithashtu më parashtron në vetës pyetjen dhe thot, vallë në ditë cëliborim atë që freskon gjoksat, siç na freskoi ki uji i dunjas, që pejgamberi Allahu pasi lexoi fjalën e Allahut që Allahu tha në Kur'anin e Kerim, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im.
ditën e kiametit keni mu pyet për të mirat që Allahu ja ka dhënë. Tha pejgamberi Allahut, pasha Allahu, kena mu pyet dhe për pikat e ujit të freskët që i kena pi në ditët e nxehta, ka me na pyet Allahu azza wa jall në ditën e kiametit. Pra besimtari jeton me verën, besimtari jeton me zhegun, besimtari çdo herë që kalon për rreth atij njerëz, nuk është vetëm kalimtar dhe nuk lën, tek besimtari dëni përfitim dhe mësim. Pyet veten e atij dhe thot, ditën e kiametit, dita zgjat 50.000 vit. Në atë ditë thot Ibn Qayyimi, njerëzit do e mos kanë për të qëndru para Allahut në kam, nga ditë. Ai i cili s'ka pranu që të qëndron para Allahut në dunjë, apo ai i cili ka nxitu para Allahut të qëndron në kam, 50.000 vite në ahiret qëndron. Për këtë arsye në këtë rast besimtarin qëndron magat në kam para Allahut që t'i lecohet në ahiret. Gjithashtu e pyet veten e atij dhe thot, cila uji freskët në ditën e kiametit që ka mundësi në kohën e vapës dhe zhegit në i freskon gjoksat, është uji që ka premtu Allahu azza wa jall dhe ja dhuroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që zbritin në surën Kur'ani Kerim dhe tha Allahu azza wa jall, inna a'tainaka al-kauthar, ti o Muhammed begatuam me një ujë të freskër i quajtur Kauthar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bazenti im është vetëm bazen ditën e gjykimit, s'ka bazen, s'ka ujë tjetër përpos ki ujë Kautharit, dhe në këtë ujë thot pejgamberi Allahut, ki ujë është më i freskët se bora, më i barë se qumshti, më i amël se mjalti, ko shpikri prej këti ujë s'ka për ta kaplu asnjëherë e heqja. Kush janë ata që do të pinë ka ki ujë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ente këti ujë janë më shepër se sa yjet e qiellit. Ta përderi se jam në këtë vend dhe i pres vëllezërit e mirë. I pret pejgamberi Allahu dashamirët e tij. Ta e shof një tur me madhe një grup që melekët i dëbojnë dhe i farzan, i pengojnë mos pinë pe këti ujë. Ndërhin i dashuri Allah, i dashur umetit pejgamberit Allah, i përmalluar për vëllezërit e tij dhe i tham, ja Rab, ummeti, këto janë prej umetit tim. Tha më përgjigjen dhe më thojnë, inneke la tadri madha ahdathu ba'dak. O Muhammed, ti nuk e din se këto çka kanë shpik pas teje. Ti nuk e din se sa stina i kanë kalu këta, dhe janë përpiqë se në këto stina të shfrytëzojnë mirësitë e Allahut në idhnim të Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu suhqan suhqa. Në atë moment thanë largoni. Vëllezër të ndershëm, shokët e pejgamberit Allahut, ata të cilët jetuan për Allahun, ditën të shfrytëzojnë këta stina, ditën gjithashtu që të përfitojnë mësime nga këto rast. Na tregon nga Abu Huraira radiallahu anhu, i cili kur hike në banje të pastrohet thonte, elhamdulillah o Zot që na ke veçu me banjo. Jo e dini, Evropa, perëndimi dhe lindja sot para disa ditëve i kanë shpikën banjët. Kemi shtete të Skandinavisë që ende në shtëpitë e tyre nuk kanë banjë, dhe ato që janë perëndim e dinë shumë mirë. Por se muslimanët, tha Abu Huraira, alhamdulillah o Zot që na ke veçu nga shumë umetet qera, na ke begatu me banjo kur him në tanë, pastrojmë trupin tonë, na i hek lomin ki ujë dhe na kujton ahiretin, na kujton nxehtësinë e zjarrit të xhenemit. Njani nga të parë tonë e mor ujin dhe e qiti mbi kokë. Ai uji shtekon i nxehtë dhe e gjegi. Ja nisi me çajt dhe tha, por e pyetën ata pse po çan, tha mu kujtu fjalë Allahut azza wa jall, që Allahu tha në Kur'ani Kerim, para jo besimtar, Allahu azza wa jall yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Mbi kokat e tyre erdh Allahu val. Kjo val tha arrin deri sa t'ja gjeg dhe mushkënit edhe zorët e tyre. Kur e gjegi ujin, ju kujtu dita e vështirë,
dita e xhenemit. Gjithashtu transmetohen nga Uwais al-Qarniu rahimahullah, i cili kalon të pranë zehtarve. Dhe kur e shif ke çeçelikun dhe hekrin e kanë del pe zjarit, ja niske me çaj derisa i biket fikt. E pyetën ata dhe i thëshin pse. Thëshë zjari dunjas arriti që ta shkrin hekurin, zjari xhenemit na njofton pejgamberi Allah që është dhe 69 herë më i fuqishëm. Si mos me ranë arat fikt. Këta ishin zemrat e gjallë, ata të cilët Allahu Azza wa Jall transmeton Ebu Hurajra në tregon pejgamberi Allah, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ankohet zjarri, ankohet xhenemi te Allahu dhe thot ja Rab, e hongra vetëm. E hongra vetëm. Allahu Azza wa Jall e lejon xhenemin që të merr di frimarje në vit. Dhe thot pejgamberi Allahut një frimarje në ver dhe një frimarje në stinën e dimrit. Thot zhegun më të madh, temperaturën më të lartë e keni nga frimarja e xhenemit. Vetëm frimarja e xhenemit vape modhe 40, 50 dhe 60 gradë për jetohet dhe si jetohet. Frimarje. Pra vëllezër të ndershëm, besimtarë që cilët kanë qenë para nesh, hikën prej vapës, o strehuan te Allahu Azza wa Jall. Për ata të lefat parë tonë ka thonë, prej çdo kuj që frikësh hik prej ati, vetëm prej Allahut këtë frikësh hik drejt ty. Prej çdo kuj që frikësh hik prej ati, vetëm ai që i frikët Allahut hik drejt Allahut. Ko strehuan të parë tonë, se e përjetuan stinën e verës, o strehuan në ibadet, nga se e dishin freskia me e madhe për ta, është ibadeti. Për ata e Abu Darda radiallahu an, i thonë të shokëve të vetë, o ju vëllezër, aqërone një ditë të zhegut, aqërone një ditë të nxehtë, për një ditë më të nxehtë. Falni direqat gjatë natës e rësirës, për e rësirën më të të mërshme në varë. Rape për sërit, e borderdë, i thoj ka oju vlezër, a gjeroni ditët e nxehta, që tu freskoni në ditët më të nxehta. Falni direqat namaz, në rësirën e natës, që tu shkëlqeje dhe të ndriqoje natën e varit. Pa ata Muadh ibn Jabali radiallahu an, Kur'an meleku i vdekjes po qarë. Ja Muadh se po qarë, tha ja Rab o Zot i madh, vallahi tha s'po qaj, se po lakmoj me jetun këtë dënjo magat, me mjell pem dhe me punu ara dhe me kultifu dënjon. Po pse po qarë? Tha po qaj se po dana prej ditave të zhegut, nga gjerimi ditëve të nxehta, dhe po në qaj se po ndana nga natët e gjata, që e kalojshmi një badet. Qajten ato, për shkak se srejmorja e tyre, shpatimi tyre ishte këta dit, pa ata transmetohen nga Ebu Musa Ashariu, i cili zgjedhë të ditët e zhegut, dhe ja gjeron të ato. Dhe kur e pyetshin ata dhe i thëjshin, pse po i zgjedh ditët më të nxehta, tha nga se kam dëgjuan, nga se Allahu ka premtu dhe ai nuk e thën premtimin, se Allahu Azza wa Jall do t'i freskon ato shpirta dhe ato zemra, të cilët kanë përjetu zheg më të madh këtë dunja, ditën kur ken zheg më të madh të qerë. Transmetohen gjithashtu nga gratë e para, të njëna nga ata, agjeron të ditët më të nxehta. Kur e pyetën ata dhe i thanë përse bashkë këto ditët më nxehta, pse s'melen të freskohet pak të ju përpi, kjo bëhet për agjerimin vullnetar. Tha për çkak se mu kon çmimi i lehtë e blen çdo kush. Donte ta bleje xhennetin e Allahut, donte ta fiton xhennetul firdaus, dhe kjo është një hikmet pse Allahu Azza wa Jall e ka kriju verën, pse e ka kriju dimrin. Subhanallah. Allahu e ka kriju verën,
që ato të cilët kanë vullnet të lot, ta fitojnë xhennetin Allahut, ti agjerojnë ditët e gatat nxehta, të fitojnë më shumë. Mirë po, si ka arru dhe për tacat sikur ne, dhe ja ka bo dhe dimrin ditët e shkurta dhe ka thonë pejgamberi Allahut, dimri a pranvera besimtarit. Pra ata të cilët s'kan mundësi, s'kan vullnet të lartë si që kanë pas shokët e pejgamberit Allahut, që tregon nga pejgamberi Allahut, tregojnë shokët e tij shmi në udhtim, asnjëri nga ne nuk agjeronte, vetëm pejgamberi Allahut agjeronte. Hedhte ujë mbi kokën e atij, uji nuk pikonte në tokë, nga se humte uji prej zhegit të madh. Pse pejgamberi Allahut agjeronte që të shpëton ditët e zhegut më të ashpra kur takohet me Allahun Azza wa Jall. E ndjekën dhe ato shokët e pejgamberit Allahut. Tregohet për Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafiu, i cili shkon në hax, përderisa arrin mes Medinës dhe Mekës, ulet që të hanë drekën, e fton një ndacak dhe i thot bujrën, eja shoqërom në këtë ushqim. Tha më kaftu njoni që është ma i mirë se ti, ju kam përgjit. Tha kush është ma i mirë se unë? Hajjaj ibn Yusuf Thaqafiu me njerë shpot. Kush është ma i mirë se unë? Tha Allah. Tha më kaftu që të agjerojnë dhe ka premtu pejgamberi Allah, ai që agjeron një ditë, ai që agjeron një ditë për Allah, Allahu Azza wa Jall ja largon ftyrën e atij nga zjarri i xhenemit 70 vite. Allahu ka thonë Kurani Kerim, "Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Ai cili largohet veç një pllon prej xhenemit dhe bëhet banor i xhenetit ka shpëtu. Ai që agjeron nafile një ditë për Allah, pejgamberi Allahut ka thonë në transmetim 100 vjet, Allahu ja largon fytyrën e tij nga zjarri i xhenemit. Tha më kaftu ai që jam më i mirë se ti. Tha kush jam më i mirë se unë? Tha Allahu. Tha dhe këtë ditë të nxehtë, tha dhe këtë ditë të nxehtë për një ditë më të nxehtë. Tha bën me ngron sot nesër agjeron. Tha u Hajjaj am garanton se deri nesër jam gjallë. Tha këtë s'ja garantoj as vetës teme. Tha si ke mundësi që me i dhonë përparësi dunjas për ahiretit. Si ka mundësi unë e ti përgjigj. Të përgjigjen ty në këtë drekë dhe në këtë sofër e të arroj ahiretin pra vëllezër të ndërshëm. Gjithashtu pyet njani dhe thot, pse këto stinët po ndryshojnë kaq shpejt? Sa po adaptohet pak trupi me nxehtin po ven veshta. Mole pak mo vesh pak matrash. Sa po adaptohu po ven dimri. Mole edhe pak matrash. Mole pastaj pranvera. As ka bon kejt ta bojmë një stinë Allahu Azza wa Jall, një klim djejt dënjan. Vëllezër të ndeshëm, normal se ka shumë mesazhe në përmes këtyre stinëve, mirë po Allahut ka desh me thonë o ti njeri. Jeta jota është e tillë. Një ditë i shnosh, ditën ditë i smut. Një ditë i gëzum, ditën ditë i dhënum. Një ditë pasanit, ditën ditë fukara. Ti po ndryshon. Një ditë i fuqishëm, ditën ditë i dop. Ti po ndryshon, po lip stinat mos të ndryshojnë. Mirë po Allahu ka desh me tregu me këtë stinë, se pregaditu për stinën që vjen. Se nga se nëse nuk e len ti, ajo të len. Donjoja është e tillë. Kjo ndonjë është që ndryshon. Nëse ti nuk pregaditesh për stinën që vjen, ajo të len. Arrin vera me ti, nëse s'ke ble dru për dimën, dimri vetë pa të pyet. Nuk të pyet dhe nuk të prit. Pra vëllezër të ndeshëm besimtari, nga këto stina fiton shumë mirë po, për fat të keq me mëkatarin, asha i cili tenton këto stina të ndryshon. Allahu Azza wa Jall kanë folë dhe mjekët se mos më kanë nxehti, i cili avullon dhe i qel gjersat shumë helme, na do të kishmi vdek moti. Po Allahu ka hikmetën ta për ata. Allahu nuk e pëlqen që ti në stinën e verës të ftohesh. Ata që inë për klima dhe e mbojnë -15, i prit ato spitali. Po dhe ata që dojnë me ndryshu klimat, ja keni pa pëmë dhe perimet të cilat kanë tentu me ndryshu klimat, çfarë shije kanë? Qatë qasi shije ti i kje me bote Allahu,
nëse tenton që verën vapën, të fladitësh në ta. Për fat të keq disa, çka bojnë si sa Ibn Qayyim, disa notojnë dhe rotollojnë rreth Allahut, përfitojnë nga vera shumë sende, ndërsa disa të qerë për fat të keq, hikin prej vapës, shkojnë për ku? Për në vapë. Hikin prej vapës. Cilës vapë? Vetëm frimarjes e xhenemit. Hikin prej vapës në vapën më të mokë. Për ata Allahu azza wa jall. Na i ka zbrit një jetë në Kur'anin e Kerim për munafikat se sot meqën kanë qenë. Pejgamberi Allahu t'i fton në luftën e Tebukit, zhegi madh. Çka thojnë munafikët? Mos shkoni tash se vapë. Prit në të vladitët, Allahu tha kul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Sikur ta kishin kuptuar se zjarri i xhenemit është edhe më vapë. Ku do të freskosh? Ku do të shkojsh ta freskosh trupin tënd? Do të shoh. Janë plazhën e Ulqinit, janë plazhën e Durrësit. Ka tregu disa që cilë kanë thonë më mirë aqe apo aqe. Kurse ne i tregojmë atinve të cilët vetëm planifikojnë të shkojnë në ato vende, ku Allahu është i dhënuar, nuk lejohet njeri të prezenton në këtë vend. A dini përse? Nga se idhnimi Allahut zbret në atë vend. Dhe thot Omer ibn Khattabi, o ju njerëz, mos hini në për sinagoga dhe kisha, se ato vende janë të mallkuara, mund të zbret dënimi Allahut. Kjo zonjë edhe juve. Kjo zonjë edhe juve. Në ato vend zbulohet avreti, në ato vend njerëzit lakuritsohen, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith të vërtet, dy lloj njerëzve i kanë pa në xhenem a mund dunjon si kanë pa. Kone pejgamberit Allahut s'kish kështu. Në xhenem i kanë pa. Pejgamberi Allahut e pa xhenemin, i pa dhe banorët e xhenemit. Tha çuditsh, çka ke pa ja Rasulullah? Tha i kanë pa disa meshkuj, disa burra, i bajnë me vete bishtat e lopëve dhe i rahin njerëzit. Me padrejtësi. E ditën lloj ja Rasulullah, tha i kanë pa disa gra të veshura, të gjveshura. Të veshura, të gjveshura. Tha pejgamberi Allahut, mailat, mumilat. Kanë haru udhën e Allahut. Përpiqen dhe qertë të devijojnë. Ruusuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila. Kokat e tyre i tha i kanë si gungat e devave. Në një transmetim thot pejgamberi Allahut, ilanuhunna fa innahunna mal'unat. Mallkoni se ato janë të mallkuar. A di çka do të thonë të mallkuar? Do të thot që Allahu azza wa jall kanë të mallkon zjarri i xhenemit ka me prek. Se Allahu kur t'i dhënohet e fal dhënimin. Se rahmeti Allahu ja ka te i kalu i dhënimit. Kur ta mallkon Allahu dikën, zjarri i xhenemit do e mos do ta prek ata. A pranon femra muslimone të zbulohet, të zbulon trupin e saj, të shofin njerëzit. Joni thot ta kupton, nuk ka problem se në plazhën që shkojmë ne mes grave. Mes gruas dhe gruas avreti nuk lejohet femra muslimane të lakuritzohet vetëm gjiptyrët e abdesit. Allahu ka thonë Kur'ani i Kerim, nuk lejohet femrat të zbulojnë bukurit e tyre përveç këti dhe këti dhe këti. Allahu ka thonë dhe para grave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai që e beson Allahun dhe ditën e Kiametit, nuk e çon gruan e ati në banjo publik. Në banjo publik. Ndëgjën e Aisha. Erdhën disa burra prej Shamit e Aisha, nona e besimtarëve, mësuesja e njerëzimit, ajo që e përcjelli wahjin e pejgamberit Allahut. Ju drejtu Aisha, tha, ju jeni ato burra që gratë juaja i linit të hinë në banjët publike. Tha ndëgjoni çka e kam dëgju pejgamberin Allah, një grua e cila gjveshët, i hek teshat e saja, jashtë shtëpisë së burrit të saj, e ka shkyën perdën mes asaj dhe Allah. S'ka perde mo pes asaj dhe Allah.
s'ka mbulim për ngonës Allah, s'ka mëshirë për jonës Allah. Përse? Për çka se a zhvesh dhe i ka hek teshët, jashtë shtëpisë së burrit të vet. Lajmi të Omer ibn Khattabi se në Homs, në qytetin e Sirit sot me Allahu Azza wa Jall, qoftë rahmet dhe i shpëtoft Allahu pej zullumqarëve të atij vendi. Ja lajmi Omer ibn Khattabi se në banjo publike shkojnë gra muslimane dhe gra jo muslimane. Omer ibn Khattabi dërgon një mesazh urgjent telegram, i qon Ebu Ubejde ibn Gjarrahit dhe i thot: ja Eba Ubejde, a e din se kanë të ndaluar gratë e muslimanëve të zbulohen pranë grave të jo muslimanëve. Në ka arë një lajm, nëse ashin caks ndito, që të pengoj që gratë e muslimanëve të gjveshen dhe të zbulojnë bukurit të tyre pranë kujt? Pranë grave të ju muslimanëve. Ebu Ubejde ibn Gjarrahi e mon një fjalim të ashpër, falëndron Allahun dhe thot: o ju gra që vini në banjo publike pa arsye, o ju gra që keni ardhur vetëm në këto banje për t'i zbardhë fytyrat e juaja, Allahu u anxift fytyrat në ditën kur do të zbardhen fytyrat. O ju gra që keni ardhur pa arsye në këto vende, keni ardhur për t'i zbardhë fytyrat, Allahu u anxift fytyrat ditën kur zbardhen fytyrat. Lezat të ndeshëm, Bes ibn Hakimi transmeton nga baba dhe baba plaki ati, që pejgamberin Allahu të pyetën, thanë: ja Rasulullah, na trego çka është avret mes njëri tjetrit. Tha: nëse mundesh avretin tanë, mos ta zbulojsh vetëm pranë gruas tone apo robreshës tone. Tha: ja Rasulullah, nëse njëri me tjetrin rrin me një vend, tha: nëse ke mundësi mos zbulohet asnjë pjesë, bane. Tha: ja Rasulullah, nëse avet, njëri avet, dhomë vet, banjo vet, plazh vet, tha: Allahu është më meritor që të tërproni prej Allahu. Vëllezër të ndershëm, lakurisia e cila është shpall, është publiku me të madhe mesin e muslimanëve. A dini se kjo është traditë që i futve? Ja për ndëgjoni këtë hadith që e ka transmetuar Imam Muslimi Sahihun e tij. Tregon se Beni Israilët e kanë pas traditë që kur kanë shku në plazh, kur kanë hinë banjo, janë la lakuriç. Njoni me qetrin janë la lakuriç. Lakurisia është me prejar dhe prej qifotëve. Musaj a.s. i tërpëruar, a i që kish marë, prej Allahu Azza wa Jall nuk u pastronte me to. Dhe Ben Israilët dhe akuzuan Musajn a.s. Thanë: sigurisht a i ka dhe një tmet në trup që s'po vend mu pastru me neve. Cilën tmet e ka Musa a.s. Tmetën që e kishte në atë zaman Musaj ishtë se kish marë prej Allahu. Deshti Allahu Azza wa Jall ta qetë realitetin hakin në shesh dhe ta mposht akuzën e qifutëve dhe ta pastron prej akuzën pejgamberin e dashur të tij, ai që o tërpru prej Allahut. Ja pra Musa i shkoj me një lumë të pasrohet, gjveshët Musa i e kteshët i lenguri, hin pasrohet, del prej ujit Musa e shef guri i merë teshët, e merë Musa a.s. e merë shtagën, i mshon gurit, o guri, teshët, kalon pranë disa qifutëve, e shofin Musajin i bukër në trup, s'ka asnjë të met. Tha Allahu Azza wa Jall, e zbret një ajet në Kur'an i Kerim: o ju besimtar, mos u banë si kur ata qifutët, të cilët e akuzun, e ofendun Musajin a.s. Allahu e pastroj, mos u bani për atinëve që e shqetsoni pejgamberin Allahu, si që shqetsuan Beni Israilët Musajin a.s. Tradit e kuj tjenë ka? Tradit e armikëve më të mdhej të islamit. A pejgamberi Allahut na ka ndalu neve t'i përngjajmë të qerë. Për fat të keq këtë model, na e kena përfitu për me qifutve, dhe ata me të modhe dhe njoni prej neve thot: unë e shkoj në atë vend dhe nuk lakritzohen. Unë jam të shku për zonë, jam të shku për reum, shkon me reum, vend me kancer. Që di e modhe,
Po pejgamberi Allahut nuk ka thonë lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Nuk përhapet imoraliteti me një ummet derisa ta bojnë publikisht. Allahu e dënon atë popull me çka? E dënon me smuje lloj-llojshme. Na i pismi baballar tonë dhe sërgjishët, jo a i kini konë deti? Ha? Jo. Qka ajo det? Se kanë dit qka det? Po mira, a keni dit ju për smuje e sheqerit? Qka sheqer? Me hongër, me qitë qajt? A keni ndëgju ju për infrakte të një pas njashme? Për shtypjen? A keni ndëgju ju për kancerin? Dialis? A keni qenë? Allahu Azza wa Jall ka thonë, një ummet nëse e publikon gjunojnë, jo që Allahu i shëron, po Allahu Azza wa Jall atë shoqëri dhe atë ummet e dënon me smuje të lloj-llojshme. Për ata kancerit e gratë me të madhe i lëkurës. Pse? Se a desh mu qeru. Allahu Azza wa Jall ja ka qeru lëkurën, a këthi prej atje me lëkur të zez, me fitir të zez, po për fat të keq dhe me zemër të zezë dhe me Allahun Azza wa Jall të idhnuar. Për atë pelletët të ndërshëm që kanë bo baballar pa deti, që kanë bo ato me rëumër, që kanë bo me smunje të lloj-llojshme, jo. Smunje të vinë kur të idhnojmë Allahun, se Allahu sprovon dhe Allahu shëron. Allahu Azza wa Jall nuk e ka bo shërimin ati ku e ka ndalu. Qaj zall nuk shëron. Qaj zall nuk shëron. Pejgamberi Allahut, ndëgjoni këtë rast, kaloi pejgamberi Allahut në luftën e Tebukit për rreth banimeve po popullit të Adit dhe Hudit, popullit të Adit dhe Themudit. Po shuan pak, i mushën enët me ujë. Zonën brum, shokët e pejgamberit Allah. Pejgamberi Allah tha çka bënët? Ja Rasulullah, i mushën enët për të pi udhës. E zonën brumin për të ngrënë bukë. Ta qitja një kafshë. Në këtë vend Allahu e ka zbrit dënimin, me këtë vend Allahu e ka idhnu, a juja është haram të përdorët. Allahu Azza wa Jall e idhnu në zitëni, se po në zbret dënimi Allahu si ki ka zrip qerve, pa ata në dekën e vdekur shumë djetarë, anojnë se ndalohet në Islam me shku në atë vend, për shkak se në atë vend është dënum populli lutit. Kurse ne lip mi shërim ati ku Allahu Azza wa Jall e ka bo haram. A është e mundër që Allahu të ndalon një sen pas ta ilaq të banë ta. Asesi, vledhët të ndërshëm, nuk ka ilaq ati ku e idhënën Allahun Azza wa Jall, se Allahu ka potencu në Kurani Kerim dhe ka thonë, di o musliman, ko të smush, Allahu i vetë një a që shëron, nuk shëroj mjekët, mjekët janë sebet, pa Allahu Azza wa Jall a shëruës. Pra njoni prej neve thot, po shkoj në atë vend une për zor. Ne i thojmë dalohet, vendi mallkua. E dyta nga jo, Allahu ka zbrit një ajet të madh në Kurani Kerim. Wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idha sami'tum yustahza'u bi ayati Allahi wa yuktharu bih fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Tha kur nini dhe një vend që përqeshet Allah, idhnohet Allah, hikni për ati. Tha ja Rabbo, nëse na tolerojmë dhe rrim që ati, tha innakum idhan mithluhum, ju jeni si ata. Për ato Omer ibn Abdulaziz i tha, na kanë tregut par ton, baballar ton, se Allah nuk e zbrit dënimin. Allah nuk e zbrit dënimin që ti përshin të mirë dhe të këshit, vetëm këshit kur ta bojnë gjunojnë publikisht. Kur ta bojnë haptës, Allah në adven tsunamin e qënë. Po mirë, në adven as ka pas njërës të mirë, ka pas. Pse i ka përshin dhe njërës të mirë, pse kanë hesht, se kanë ndalu prej të keqës, dhe s'kanë unu në të mirë. Për këtë arsye cëli prej neve ka mundësi me shkun që ato plazha, që ato vende, dhe u me unu në të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Nëse se ke mundësi, atëri i e ti gjunaqar bashkë me to, se ti qëllemisht ki shku në atë vend. Sa është njësoj,
i cili njoni kalon për rreth rrugës, shef lakurici e ullësinin e vetë, shkon në punën e vetë, shkon në spital, shkon në rrugën e vetë. Nuk është e njëjtë si kuraj që pregaditët një udhtim që Allah t'i bëhet gjuna. Nëse vdes a gjë, përfundim të keq. Ngjallësh me ato ku ki dek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai që mbytet në ujë, vdes në ujë, e ka shpërblimin sa 2 shahida. Deri se një transmeto, se Allahu shahidit të tokës, ja fal çdo gjuna përveç se borxhin. Shahidit të ujit, borxhin dhe çdo gjunojnë. Ai që vdes në atë vend, nuk ka mundësi këtë shkallë të fiton. Ashtë i hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot ai i cili hip në një, ai i cili hip në ujë, në një, kur valët e detit janë të ngritura, thot dhe vdes, ai nuk ka garancë prej onës Allah. Nuk ka garancë prej onës Allah. Pra nuk lejohet detit me hip nëse valët e detit janë të larta dhe nëse shkon në një ibadet në umrë dhe në haqë. Që të mërmenja ai që shkon për rreth bregdetit, për të bo Allahu të zogjel gjuna. A ke mundësi me ndalu ata? Sinin tanë, a ke mundësi me pengu mës me shqyqu? Po, thot, unë e uli. Sinin e gjallit tanë, sinin e vajzës tonë, sinin e familjes tonë. Thot njoni prej neve, qka ti baj grus? Ja me shkorrizu, ja me shku. Po mirë me vëlla, ku shpitët shpitën tonë? A ban, thot unë e pitë na, qëtër kush vendos? Kush kollët? Kejtë kollë më vetëm qëtër kush vendos. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot çdo kush me jush është përgjegjës, do t'jep shllogari për Allahut, për ty, për gruan tonë, për familjen e tu. Edhe ditën e Kiametit, në alësht ti me xhenetit, i dhoj gruta ka maru qefin gjithë gjatë, kam që ndetit, kam që kamos. Një civot, një sevot, hëtës mëre kriminell, ti zoti na ki prun këtë halë. Allahu thot në Kurani Kerim, yawaddu al-mujrimu, ditën e Kiametit kriminelli, përpiqet e Allahut polimizon, thot jo zot, shtin e gjallin tem xhenem, mu në xhenem. Gruan merën xhenem, veç unë shpatojnë. Allahu ka thonë, yawma yafirru al-mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibati wa bani, li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Ditë Kiametit kje me ik për gruas, kje me ik për fëmijë, kanë me ik fëmijët për ty, kanë mu përpiq me thonë Allahu të zogjel, kina ka që mere këta. Lera neve rahat se ki në është a i cili kujdestar, këta e ki bo për gjithë. Ditë në Kiametit nuk sjell dobi, Allahu ka thonë, ditë e Kiametit fëmijët nuk sjellin dobi, pasuria nuk sjell dobi, ku sjell dobi në Kiametit, a zemra e shëndosh dhe veprat e mira. Pra vledhët të ndeshëm, ndalohat që ne të shkojmë në këtë vend, që Allahu azza wa jall i ka mallku, edhe runa zot me zbrip dënimi Allahut, pastaj ne nuk kena parësie për Allahut, kur të ngjallmi da pitë Allahut dhe thot, o robi im, a për këtat kam kriju? O robi im, a kështut kam thonë me vepru? O robi im, dhe kështu me rath thot pejgamberi Allahu, ditë e Kiametit 4 pyetje që këtu është mu pregatit prej sotit ku i ki dhonë. Do të pitesh për jetën tënde, do të pitesh për rinin tënde, do të pitesh për pasurinë si e fitove, ku e hargjove, do të pitesh për diturin tënde. Vëllezër të ndershëm, nëse njëri prej neve thot po mirë për besimtarin çka me bën, ka zgjidhje, pra unë vetëm një krahasim të shkurt para se me përfundu këtë fjalim për shkak se ka fjalë shumë për të thonë rreth kësaj, megjithatë koha është e shkurt dhe Allahu azza wa jall ju shpërblet për durimin dhe sa. Plazha e besimtarit. Ja pra unë do të propozoj një plazh për besimtarin dhe do të bëjmë një lloj krahasim. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahu tregon me një hadith të vërtetë dhe thot: ai i cili e bën umrën në Ramazan, e ka shpërblimin sa një haç. As ban ti me shku në umrë? Me morë fëmijët dhe gruan dhe krejt. Në Ramazan, e ke shpërblimin sa një haç. Jo vetëm kaç, një rekat namaz, sa 100.000. Kurse ai i cili shkon në plazh, do mos ato që ikin pikojshive, mos i shohin se s'po agjerojnë. Shkojnë në plazh, kujtojnë se Allahu s'pi shiqon.
ndëgjone këtë hadith para ta. Thot pejgamberi Allah, o largoft prej rahmetit Allah, kështu ban Gjibrili do, cili ja Rab, tha o Muhammed, unë po bëj dua, ti thuja amin o Zot pranoj. Ja pra Gjibrili bën dua, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot amin o Zot pranoj. Cili? Atë që e zënë Ramazani gjallë, dhe sa rritaj në Ramazan të pasron në vetën prej gjunohë. A i që shkon plazh në agjen ulqin edhe ndurës, a i ka pasru vetën për gjunohë? Ase si. 2. Thot pejgamberi Allahut, ma am'ara hajun qat. Kur zbohet fukara, a i që shkon në haqë dhe umre. Par kundrës, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkonin haqë dhe umre, ju garantoj digaronza. Njona prej atinve kur fukara nuk bosh, dhe Allah të pasron prej gjunohëve. Kur te baj që ditë me ato që shkojnë në deti dhe në plazha, ta në vitin s'ka. Kur të vejnë në kukë në plazha, vera pushimi veror ka. Pika, ornot, krediti dhe banka. Njani prej Austrijës më tregoj, tha shkum në Zvicër, dhe pitham atinve Zvicranve, pitham shqiptarve në Zvicër, pitham, ka po keni be ju a rogë qatë s'mdoja? Tha vëllah, tha te na kejtë në kamot, aj që s'ka in kamot e kena shpoll patriot. Aj që s'ka in kamot përëndima patriot. Për këtë arsye aj që s'ka mujt me morën kredit, thot s'po shkojnë poshim se e kam poshimin e shkurt. Poshimin e shkurt? Se bankës ala se ke la kreditet e vitit kaluar. Pra aj s'ka me shkollu gjallin e vetë, s'ka me ndimu fukaran, s'ka kur gjo për deti. Ka, për ata Allahu Azza wa Jall, ditën e kiametit e pyet këta, për pasurinë e ati ka fitu, si e ka morë dhe ku e ka harxhu, kurse ai cili shkon në umre, ka garantë për Allahut kur asnjëherë nuk bëhet fukara. Ai që i përgjigjet Allahut Azza wa Jall, ka tregu pejgamberi Allahut as në garancën e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloj të njerëzve janë nën kujdesjen time. Cilët janë arab? Njani për atinve që merë rrugën për ibadet, për haqë dhe umre. Kurse ajë që i merë rrugën për plash, anën malkimin Allahut dhe s'ka garancë për ta. Ata nuk ka garancë për ta, për kundrazim, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawl fadammarnaha tadbira. Kur don Allah me shkatru një popull, thot i shlon salamaditën, a i thojnë. I shlon të lirë bani qka mos. Kur ti bani krejt, atër Allahu Azza wa Jall zret dënimin ati. Ato që shkojnë numre dhe në haq, janë misafir të Allahut. Thot pejgamberi Allahut, Allahu Azza wa Jall thot, këto janë misafir të mi, unë i kam thirë, mu kanë përgjigj. A i që shkojnë në plash, edhe a i misafir, vetëm misafir i shejtanit. Ja pra një ngjarje cila ka ndodhur shumë frikë. Njani shkon, insiston gruaja vetë shkojnë plazh, kejtë po shkoj. Shkoj dhe në plazh, dhe agje të para detit zishin me notu. Njani një shejtan i cili hec me dikom u afru nga atin dhe kinë se po jam sën not. U dashurun gruan e ati, e mor burrin e saj, e hedhin mesin e detit kinë se pe mëson, e la të zhitë të mbytët, ja mor gruan. U martu me ata disa muaj, pastaj e la në rrugë dhe e mund një qeter, pra ledhët të ndeshëm, ato që janë misafir të shejtanit, normal se ka me ndodhen në këtë mënirë, për shkak se ju kanë përgjit shejtanit. Ai që shkon umre dhe në haq, për çdo hap që e qetë, ngritet, lag në xhennetin e Allah. Ai që shkon plazh, për çdo hap, te poshtë, ndoshta bile i ka hip skijeve edhe, më te poshtë. Për këtë arsye, gjithashtu, njani prej neve thot, është disi kanë se disi sa mira, është gjë. Qa ka të mirë? Pa gjë qa s'ka. Ka lej guri, ka lej peshk, ka alkon atyre çuditshme. Na i tregojmë dhe i thojmë, ai që shkon në plazhën e muslimanit, shkon në hax dhe numre, ka diçka që në plazhët e juaj, së një gjeni. Ku do të shkoni nash në Antali, nash për te Antalijës në shkiton. A di që ka? Ai që shkon numre i ka 3 pjesë, 3 pjesë të xhennetit. A keni në plazh diçka për xhennetit? Guri zi, a guri xhennetit. Makam Ibrahim është guri
i gjennetit, rukun e Jemen, s'ka i ka Jemeni, është guri i gjennetit. A gjithë shka kini me pa? Për po se lon gjekse të zjarit, që ka thonë Allah gurt, dhe ato që janë për mi gur. Kjo është dallimi mes atinve që shkon plazhën e besimtarit dhe ati që shkon dhe i përgjigjet shejtanit. Gjithashtu, ditën e Kiametit, ai që shkon umre, gurt e agjej dëshmojnë për ta. Ka thonë pejgamberi Allahut, ai që shkon umre përshëndet gurin e zi. Ditën e Kiametit, del guri i zi i cili ka si, edhe i ka gjumë dhe flet, dhe dëshmon për filanin ka dale, që këtë du me pa me mund gjennet, ka arë pe i largu, më ka përshëndet. Kurse ata që shkojnë plazhet e Durrësit apo Ulqinit, dhe për to dëshmojnë gurët, dëshmojnë këtë vende, dëshmojnë dhe lëkura e tyre që ju kara, dëshmojnë lëkura e tyre që aqëru, ka i dëshmojnë, vetëm dëshmojnë kundra tyre. Një pënjani prej neve thët, më kanë thonë se uji i Durrësit i laçli, vledhët të ndërshëm, sa ke pas sukses prej ati uji, unë po të regoj për një uji maj mirë se uji i Durrësit. Aja uji Zemzemit, uji i Gjennetit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që shkon dhe pin uji Zemzemi, edhe bën dua dhe lutesh, Allahu azza wa jall ja pranon lutjen e atij. Nëse bën jetë më shëru, Allahu të shëron, jo vetëm kaq. Bën dua për fëmijët e tu të bëhen hajri, do të bëhen. A nuk e pyetën Ibn Hibbanin apo Ibn Khuzejmën dhe i thanë, si u bën e kaq dietar? Tha me një gotë ujë, me ujë Zemzemi. Tha kur shkova e bona një jetë, që Allahu të mbën dietar, Allahu mbani. Pra në ujën e Durrësit dhe ujën e Ulqinit, a ka mundësi vëllezër të ndërshëm në ujën e ndotur me gjunahe të jetë i laçli? Kurse e len ujën që është i laçli, ka në hadith e pejgamberit Allahut, se ujë Zemzemit shërim për çdo sëmundje, ujë Zemzemit vlen për çdo send. Gjithashtu, dallimi mes atinve të cilët shkojnë në umrën plazhet e besimtarit, në stinën e verës, shkojnë atë vend dhe pastrohen prej çdo mëkati. Thot pejgamberi Allahut, ai që shkon në këtë vend, i krin obligimet me vullnet kthehet i pastruar prej gjunave, sikur atë ditë kur ka lindën prej barkut të nonës së vet. Ftyrën e bardh, lëkurën e bardh, zemrën e bardh, i dashur të Allahu azza wa jall. Kurse ai që ka shkuar gjeh në plazh, thash ftyrën e zezë, lëkurën e zezë dhe zemrën të zezë, sikur që e ka dijen gjithashtu dhe trupin e vet. Pra vëllezër të ndershëm, kjo është plazha e besimtarit. Plazha dhe strehimorja e besimtarit në kohën e vapës dhe të ndetit, atë strehohet në vendet e ibadetit. Aja vlen vëllezër të ndershëm, ne ta humbi xhennetin e Allahut, ku na transmeton Enes ibn Malik dhe thot Enesi, e kam dëgju pejgamberin Allahut në ditën e Kiametit, e qesin përpara një njeri më të lumtur në dunjë, më i kënaqur në dunjë. Edhe vetë se e prek pak zjarri i xhenemit, e pastaj e pyesin dhe i thojnë, a ka përjetu dhe një knaqësi në jetën tonë? Ndë s'ka përgjigje thot kur. Ku janë knaqësit e bregdetit? Ku janë knaqësit e pushimet verës? Ku janë knaqësit e verës? Vetë me të prek zjarri i xhenemit, shkun knaqësit dhe jarove, po qka ta mërë menja vëllezër të ndershëm, kur Allahu azza wa jall për banorët e xhenemit thot, labithine fiha ahqaba. Jo vetëm që i kam i brek, kanë me qëndru në ta gat, apo disa si që kanë komentu ahqaba për gjithmonë. Dhe që me prek zjarri i xhenemit, e harrove të mirët, knajtësit që i prejetove. Pa ata e pyti pejgamberi Allahu, si që ka anë në hadithin e Enesit, që i kalboni për këtë hadith, thot hadithi është i mirë. E pyti Allahun dhe i tha, ja Rab, pse Mikailin as njëherë se kam pa dukesh? Tha, ja Muhammed, prej atë ditë që e kam kriju zjarin, Mikaili s'ka kesh.
Mikaili e di kushon? Ashtë një melek që Allah i ka përshkujt në Kurani Kerim. La jahsun Allahe ma emrahum. Kur Allah nuk i bon gjuna. Melekët. Me gjitha ta po tutët për zjarë i gjenemit s'po kesh. Kurse ne, plët gojën keshur, ku da të kalojmë këtë natë, ku da kalojmë këtë ditë, e njoni prej neve për fundim thot, edhe si vetë, edhe më kur, na ja bojmë e dija ati dhe i thojmë, shper hajnët policia i zen hajnin e fundi. Thot njoni, edhe qatë kile mile kisha edhe, e pa ta vendos me lon ta prap në lëzun. Hajduti kur zirë, janë parën as ditë, në fundit. A ka mundësi ndosha me leku i vdekës këtë vit, zoj. Garanton që në moti e gjallë, garanton që imonin e ke gjallë dhe zemrën gjallë. Vitin e arshëm, joni prej neve thot do të marë familjen me një skaj, ku s'ka kërkush. Ta mla i dashur, kanë mendu shumë njerë së kur ti. Ku të shkoj qatë skaj, gjenë plot që kanë mendu si kur ti, kur santa. Kur ta gjish plot. Pra dhe dhe të ndërshëm, a nuk ja vlen për gjenetin Allahut me sakrifiku për dënjon? Kurse Allahut thot në Kurani Kerim, inna Allah shtara, Allahut ka ble, kanë të ka ble, ta ka ble tije me gjennet. Pse e ai që cili nuk e donë gjenetin Allahut? Allahut po qep gjennet, po thot Allahut ka ble, a jenë ti, ngjenje, me im biznis, me sakrifiku, me lon, një të mirë, një krajsi edhe pse, s'ka mundësi vallaj, aj që shkon që atë vend të prjeton krajsi. Thot jo vallaj, unë e njom kënoq. Normal, i knoqi kur alkoholicari që i pin, edhe bon drase kur del pi ati, edhe thot, njoni kish dalën pi bifes kish e pi fort, edhe kish e thonë kur shka thonë, bese njeri ku të pije shumë pinjet, edhe ben edhe i përshe, edhe i then hund. Edhe pasaj kur i ven, ku ven men ma dikur, e pisin shka u bo me ti, sa se di be asfalti unë ngrit ma mësojnë hun. Pra leo të ndërshëm a ka mundësi, njani që shkon a gjithë knaqët, ka mundësi, a i vetëm që i dehet, e dhët u knaqët. S'ka mundësi, ose nëse knaqët, Allahu Azza wa Jell na tregon për banorët e xhenemit dhe thot, ja kemi ngutën knajtësit në dunja, merrni. Në ahiret nuk keni vetëm zjarr. Në ahiret nuk keni vetëm zjarr. Lusim Allahun Azza wa Jell që Allahu të na bën prej besimtarëve të cilët për këto vapa dhe nxehtësina që kalojnë pranë nesh, na i kujtojë zjarrin e xhenemit dhe të thojmë s'ka problem, dikush freskohet disa çaste, na do të him në rinë e Allahut kur njerëz që ndrojnë 50.000 vite para Allahut ka ditur, të uritur, të etur në kam. Lidhe kiametit Allahu i strehon dashamirët e tij. A nuk ja vlen vetëm për këtë ditë të sakrifikojmë? A nuk ja vlen që ne mos të dehemi me këtë dunja, si që ka thonë Malik ibn Dinar, ke kujdes? Se dunjoja dehse, mirë pa ajo dalon prej alkoholit, se alkoholit të deh vetëm një qas, dunjoja të deh të njetën, dehja nuk të del vetëm kur të hish në varë. Transmeton Abdullah Mesudi i cili thot, Allahu Azza wa Jell urdhnon për një rob që janë në varë, që ja mshojnë 100 mshumë. Polimizon një arab, më falë, ma banë Allah, zoglom, Allahu ja zoglon 80, 60, 50, deri sa polimizon me Allahun, dhe Allahu Azza wa Jell ja lën vetëm 100 mshumë. Vetëm 1 mshumë në varë, mushet varri me zjarë. Edhe e pytë Allahun dhe i thot, ja arab, pse kjo e mshumë ke? Tha se njerë kur i falë pa avdes. Një namaz, e ke falë pa abdes. Pra zjarri i varit, as që ashpër. Pejgamberi Allahu thot i hapën dritar nga zjarri, i vend nxehtësina dhe sheka dhe vapi, dhe eshtrat i bashkohen. A nuk ja vlen për këtë natë të vetmijës, që t'i lëm mirësit dhe lumturit, e përshkoshe që na zbukuron shejtani, dhe ta filltojmë inshallah xhennetin Allahut Azza wa Jell, duke lutë Allahun që Allahut në na mundson që të jemi misafirt e Allahut, e mos të jemi misafirt e shejtanit, shkojmë atje, i pastrohemi nga mëkatet, e kënaqshmi Allahun dhe nuk e
nuk e harxojmë pasurinë e fituar vetëm në advent, kur Allahu na ka premtuar që të na kompenzon. Për atë thot pejgamberi Allahut, çish mendon besimtari që i kanë dhënë pasuri dhe shnet, kalojnë 5 vite dhe nuk vën me bon ziaret qabën një herë, çdo 5 viteve ato pasanikat e kanë borxh dhe e kanë detyrë që t'i përgjigjen të jenë misafir të Allahut. Allahu na mundsov çdo herë të jemi misafir të Allahut. Allahu na mundsov që këtë misafir që vjen para nesh të mirëpresim, gjithashtu pasi jemi në këtë muaj të shenjtë që pejgamberi Allahut ka xheru shumë në muajin Shaban, dhe kur është pyetën dhe ka thonë, në këtë muaj Allahu Azza wa Jalla i pranon veprat e bijve të Ademit, punë na ngritën te Allahu, në veçanti notën e 15 të muajit Shaban, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i shiqon robët e vet dhe i fal të gjithë përpos dyve. Allahu mos na bën pe këtyre dyve. Njëri prej atyre thot pejgamberi Allahut mushriku, ai që Allahut i bën shirk. Na kur ta përmendni mushrikun, vetëm më njerë na shkon menja për ato serbet apo qertë të cilët nuk besojnë, a nuk e din të shkretit, se ndoshta ne jemi prej atyre të cilët e kena në sifat të mushrikëve. Allahu na ruaj, qoftë edhe shirku i vogël. A nuk kemi që i bëjmë be pasha fmit, pasha jetën, pasha ata dhe pasha këta? A nuk e din se me bon be ndiken pos Allahun, është ma keq se me mbyt njeri, ma keq se me bon zino, ma keq se me vjetë Allahu, nga se Allahu nuk e fol shirkin as të modhin, as të voglin. Në muajin Shaban, a nuk kema ne fëmijëve që në gjufra të ma vita i ndojnë në gjep për t'i mbrojt pishinit? A nuk kemi ne ato që patkojt e kuajve i vënë në dugaj apo në mjet? Këto e në kejtë shirkë në Allahun Azza wa Jall. Të pasromu para 15 së Shabanit dhe i diti lloj që ka thonë pejgamberi Allahut, Allahu nuk e fal, dhe mendoj une se kjo e falja e fundit para Ramazanit. Falja e fundit, rasti fundit e ke që Allahu të pranohet në Ramazan. Natën e 15 të muajit Shaban. Nuk ka ibadet të veçantë. Çfarë ibadeti madhështor që Allahu ta fali gjunojnë? Tha Allahu dhe nuk e fal atë që është i dhënu me vllavin e vet musliman. Thot Allahu, lej dhe të pajtohen këto komandantët. Lej këta, janë dhënu për Allah. Modelet e fundit, po jam i dhënu me filonin për Allah. Allah. Pejgamberi Allahu tha lej këta, çalëm gjit, dhe i të pajtohen. Allahu nuk i fal. Nuk i pasron ato që janë i dhënu me musliman, janë i dhënu me vllaznit, janë i dhënu me miqasit. Pajtohu para notës e 15. Rasti fundit. Veprat ngritën gjatë ditës dhe notës. Hadithet e vërtet. Veprat ngritën ditën e anë dhe ditën e ejde, dhe e tretën muajin Shaban. Fund. Mbyllët. E ke rastin notën e 15. Që Allahu t'i shiqon rob t'i fal. Për vetë ato qirk, ajmalijat, nuskat, hekir. Për ndryshe Allahu nuk të fal. Allahu shëron. Nuk shëron falxor, nuk shëron magjistar. Ajmalia, prallaqit, këto nuk në shëroj. Ai që të sëmur, Allahu të shëron. Për këtë arsye dhe e dyta, pajto me vëllezërit. Ka thonë pejgamberi Allahut, unë e pepritja ata dvenet more halallët. Shko ti. Ka thonë pejgamberi Allahut, a dini dy vetë ku t'i dhënohet cili është më i mirë? Apo doni me di cili është më i mirë? Ka thonë ai cili jep selam i parë. Ai cili jep selam i parë. E pyetën pejgamberin Allahut dhe thanë, cili njeri në dunjë është më i mirë? Njëri thotë, unë e më i hershëm, unë e mis. Ha? Unë e më i mirë. Apo do me ditë pejgamberi Allahut ka thonë cili më i mirë? Më i miri në dunjë është ai që e ka zemrën më të pastër prej gjunave dhe xhelozive. Dhe ai që fol drejt dhe nuk rren. Kjo është njeri më i mirë. Kështu ka thotë pejgamberi Allahut, dhe një njeri e ka fituar xhenetin e Allahut vetëm se në zemrën e atij ka dash këtë musliman. Ti bëjmë zemrat tona dhe gjoksat tona ti zonë këtë musliman. Mos u fret, xhenet ka vend edhe për ti. Ai kush ajo që ti s'ka problem. Ka edhe për ti. Çfarë ta ngushton? Pa ata Ahmed ibn Hanbalin, kur e pyetën than, sa zullumi ta ka bë muhtesimi, sa ta ka bë këtë, tha Allahu e fal. Çish para po ja fal? Sa pendroke i kingron, sa burg. Tha çfarë dobi e kam unë në që një musliman më dënu për mu? Hajde kalzoni. Çfarë dobi e unë e kam? Që një musliman me vujt për mu. Çka fitoj? As gjon s'fiton. Për kundazi, ti ai cili e gjeg vetën tone, para se ta gjegë ato dhe përfundojmë
me kënë ngjarje që në transmeton Muavije ibn Hakem, i cili thot s'kam pa cilësi apo veti si më e drejtë se gjelozia, e mbit gjelozin dhe zilaçarin para se me arrit të ai që e gjelozon. Kishin konën i bab, i let dit digjem, edhe pasurin e ndonë për gjims. Njani prej atinve të na i thojnë, ishte konën rebel i cili e ka argju në për kafe pasuri. Qetri ka punu, ka fitu. Kur argjon ki këtë pasurin e këshirë vëllavin e vetë, ka s'ki s'ka. Tho që shmundet be ki me pasu në mësme pas. Shka t'kja baj këti në një kurth një telosh. Shkojnë të disa njerëz i cilit sinjt i kanë thojnë, ku da këshire bullin e prapton. Pse? Zemrën e keqe e kaj, gjelos. Dhe shkojnë të njani, thot, sa be lip t'i blavin tem, me ja praptu kejt devët mu posi unë edhe aj. Thot që e kaq, bojrën, ka vdjak ku vlavijot, tha ka shku në sham shtivjen me 300 deve. Edhe dalin s'kejn katunit pe prisin vlavin e vet po ven. Edhe kje këshiqon larg, 10 kilometra larg i shlon dritat e gata, që vlavi vet po ven. Thot pregatitu se po ven vlavi, thot kumpe po ven, thot që e i larg qatë kemi. Thot au qfar sin pase, i qërohen sint. Ja merë mësirë sint. Qërohen qatë ven. Thot 10 kilometre larg pe shef unë e s'pëshof, ku qfar sint s'pas në pa o kur që si sin. Qërohet, o qëru vlavi vet po ven me karavan, që shti kaldu e cëllja, kalon vlavi vet, o qëru ki vet pasi, dashti mi bo shërë vlavit vet, i boni vet vetës, pra le do të ndëshëm, zilaçarin, nuk i ban damas kujt vet vetës, në veç antiket muajnë Shaban Allahu kejt i më shiron, kejt bon të pranuar, vetëm ti, jet a i cili i pa pranuar të Allahu, se në zemër, dhe kejt ja baj Allah, la më filonit ja, ati kurs ja baj Allah. Banja të gjithve, falë që Allah të falë, Allah i shpërblej për dorimin, na i bani Allah për zgjaqen, lusim Allah në zogjel, që të këto fjallë që i ndëgjuam se pari, të jetë Allah i knaqër, gjithashtu ju falemderoj për respekti dhe nderin që në këni bo, Allah i shpërblej me të mirat e ti në dunja dhe në akiret, dhe lusim Allah në zogjel, si të ka shku në këtë vend të mirë, në këtë muaj të ndërshëm, të na bashkon dhe me pejgamberin Allah, me shok të pejgamberit Allah në Jannatul Firdaus, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.